por ne jemi Partia Demokratike, do ndalemi këtu. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi partia që nuk synojmë, s'kemi synuar kur pushtetin me dhunë. Përkundrazi, kur këta e kanë marrë me dhunë pushtetin, ne i kemi përzënë me votë. Ne besojmë se me një kryengritje paqësore të qëndrueshme është plotësisht e mundur largimi i tyre nga pushteti. Ndaj dhe duhet krijojmë një bindje të gjerë tek qendrështarët, tek opozitarët, tek të gjitha ata që duan të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo e keqe, se një kryengritje e zgjatur, paqësore, është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë, për shpëtimin nga kjo bandë, nga kjo organizatë kriminale të vendit. Po bëjmë përgatitjet tona dhe besojmë se shumë shpejt qytetarët, opozitarët do të jenë të gatshëm për këtë akt, për këtë proces, për këtë lëvizje.